ربنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من lisani yafqahu qawli. Allahun subhanahu wa taala falenderojmë, salavatet dhe selamet pejgamberit ton Muhamedit alayhis salam ja dërgojmë. Vëllezër, do të flasim për një çështje e cila është me të vërtetë shumë interesante, ku kemi shumë ajete që flasin për atë çështje në një aspekt tjetër, kurse përsëri kemi shumë ajete që flasin për të njëjtën çështje, por krejtësisht në një drejtim tjetër. Dhe ligjëratën e sodit e kemi titulluar Nata mes gjumit dhe adhurimit. Allahu subhanahu është ai i cili e ka kriju natën, edhe ai e ka kriju ditën. Si zakonisht Allahu në Kur'an gjithmonë e fillon el-lejl wan nahar. E përmendën së fillim natën, pastaj e përmendën ditën subhanahu wa ta'ala. Po Allahu xhelle shanuhu kur e përmendën natën na tregon edhe qëllimi i natës për çka është. Thot Allahu xhelle shanuhu wa huwa alladhi ja'ala lakumul layla litaskunu fi. Allahu është ai i cili ju bëri juve që ju në natën të pushoni. Dhe fjala sukun është pushim dhe është qetësim dhe është relaksim dhe është me të vërtet një çlodhje e madhe. Prandaj thot Allahu wa huwa alladhi ja'ala lakumul layla litaskunu fi. Ai është Allahu që e bëri ju natën për të qetësuar, për të relaksuar. Wa min ayatihi manamukum bil layl. Pastaj thot Allahu, prej argumenteve të Allahut është gjumi që ju flini natën. Pastaj thot Allahu xhelle shanu, alam yaraw anna ja'alna al-layla liyaskunu fihi. A nuk shikojnë njerëzit se ne e bëm që ato në natën, brenda natës, me gjetë pushim, liyaskunu fihi. Pastaj përsëri thot Allahu xhelle shanu, wa huwa alladhi ja'ala lakumul layla libasa wan nawma subata. Allahu është ai i cili e bëri që nata të jetë mbështjellje, me ju mbështjell juve. A shikoni vëllezër dallimin mes natës edhe ditës? Kur je ditën diçka je i çlirë, diçka je i lirë. Nuk ka diçka që të përthakon apo të mbulon apo të izolon. Kur je natën, hetosh se diçka të ka mbërthi, diçka të ka mbulu. Prandaj Allahu thot subhanahu wa ta'ala, wa huwa alladhi ja'ala lakumul layla libas. Libas gjuhën arabe i thon teshës. E Allahu thot ju ka mbulu juve me çka? Me natë. Wa nawma subata. Dhe bëri që nata të jetë për ju qetësim dhe të jetë për ju pushim. Pastaj thot Allahu xhelle shanuhu, wa huwa alladhi ja'ala lakumul layla litaskunu fihi wan nahara mubsira. Shiqoni për kur e përmendën natën thot litaskunu, që ju me pushu aty. Kjo fjalë lën gjuhën arabe është vërtetuese, që thot Allahu ti vetëm që aty ke më pushu. A do me pushu tamam, me kënaq shpirtin, me u çlodh natën. Litaskunu, pasi që Allahu e ka lidh natën me l, litaskunu, që të pushoni, dihet se që aty është pushimi më i mirë i trupit dhe i shpirtit. Thot Allahu diçka vëllezër të Kur'an shumë interesant. Thot Allahu xhelle shanu, wa huwa alladhi yatawaffakum bil layl wa ya'lamu ma jarahtum bin nahar. Dhe Allahu është ai i cili u merr juve shpirtin natën. Edhe e din se çka keni vepruar ditën. Me ajetin tjetër e shpjegon Allahu xhelle shanu të çka do të thot Allahu xhelle shanu u merr njerëzve shpirtin kur bien ato me flet, e çon lart, pastaj u kthen përsëri prap. Disa shpirta i ndalen, ata që kanë vdekur, por disa shpirta përsëri të cilët nuk kanë vdekur, po brenda gjumit kanë vdekur, edhe ato i ndalen. Allahu thot wa huwa alladhi yatawaffakum bil layl. Dhe Allahu është ai i cili u merr juve shpirtin natën. A e keni vërejt vëllezër që njeriu brenda ditës kur nuk fle, pastaj ndoshta i kalon edhe një natë nuk fle, i kalon për shembull ndoshta 2 ditë, 24 orë pa gjumë dhe më tepër, si ndihet ai person? I lodhët, i raskapitët. A dini ku është sekreti? Mendoj, ndoshta dhe ta ndëgjoni për herë të parë, pse është ajo lodhja? A thu pse s'kon flet? Po pse s'ke flet? Po pse? Allahu xhelle shanu vëllezër e ka bë që sikur njeriu brenda natës mos ja mirë të shpirtin
ta çlironë njeriu prej shpirtit, nuk mundesht e njeriu ta përballone lodhjen e ditës se shpirti është diçka e rëndë. Edhe këti kur don me flet duhet diçka me u shkarku. Prandaj Allahu thot: "Wa huwa alladhi yatawaffakum bil-layl." E atëherë kur Allahu xhelleshanu e ndan shpirtin prej trupit, atëherë trupi e merr tërësisht atë qetësinë e tij. E kjo është sekreti që Allahu thot, dhe Allahu a merr njerëzve shpirtin kur flen ato. Pse? Se trupi gjithë ditën i lodhur, i preokupum, edhe shpirti në trup e rëndon. Nuk mundet ai me flet. Nuk mundet me gjetë qetësi, se shpirti ai rënd. Si është shpirti i rënd? Kur del shpirti nuk ka dhimbje, dhimbje të madhe. Nuk është lehtë me dal shpirti. E Allahu xhelleshanu e bëri që njeriu të kënaqet, pushone, por e ka ditë që jo me shpirtin. Shpirti duhet tash distancohet pak prej trupit, edhe të ngritet tek Allahu xhelleshanu, përse që trupi ta gjen atë qetësinë, relaksin, çlirimin më të mirë që ekziston, se vetëm në këtë mënyrë kënaqet. Sa herën e thona, konflikt jam punat si i vdekur. A nuk e përdorin këto? Kjo shprehi, jo që na ka mësuar neve dikush. Po ne e kena ndëgju prej të parve, po tjerët ka dikun të një bazë që e kanë ndëgju këto. Konflikt jam kënaq pak, a mos i vdekur. Pse? Tamam që atëherë trupi e ka marrë atë gjithë qetësinë e tij. Mirë, të gjithë të ajetet flasin që nata qenë ka përgjum. Allahu xhelleshanu thot, a don me ju tregu diçka tjetër që akoma mund ta kaloni gjysën e natës ose ditë tretën e natës përsëri pa gjumë, por jo me punë, jo me diçka tjetër, vetëm me diçka me të cilën ju kënaqet shpirti, zemra, çdo gjë që edhe ju nuk jeni duke flet. Allahu xhelleshanu thot, innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Me të vërtet të devotshmit fi gjennat, në kopshtet e Allahut, wa uyun, në burimet e xhenetit, qoftë burimet e ujit, qoftë burimet e mjaltës, qoftë burimet e qumshit, qoftë burimet e alkoolit, fi gjennatin wa uyun. Akhidhina ma atahum rabbuhum. Ata i marrin të gjithat të cilat u ka dhënë Allahu xhelleshanu në xhenet si shpërblim. Shikoni, innahum kanu qabla dhalika muhsinin. Pse? Se ato më herët kanë qenë bamirës. Në dinjo kanë qenë bamirës. Cilësia e parë atyre që do të qenë të kopshtet e Allahut, edhe do të kënaqen prej burimeve të xhenetit, çka qenë ka? Akhidhina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dhalika muhsinin. Ato kanë qenë vepërmirë. Cilësia e parë, kanu qalilan min al-layli ma yahja'un. Allahu thot, çfarë punë mirë pas kanë bëu ato? Ato brenda natës është pak pas kanë fletur. Wa bil ashari hum yastaghfirun. Dhe herët në herët, orët e herta, dhe më thonë, kur jam të ashar, këta janë koha e sifirit, që ati kur hanë njeri sifir, pak para sabajt. Pra ndaj kur i thanë vlezit babës tire, Jakubit, wa kalu ja ebana staghfir lena, na fal, kale se staghfiru lekum rabbi. I thanë, na fal neve, kërko falja Allahut, që të na i fale gabimin që i bom. Qka tha Jakubi? Kale saufe staghfiru lekum rabbi. Pas një kohë une do të kërkoj falje prej Allahut për ju. Pse? Thanë vlezit kër e kam kërku këto prej Jakubit, ka qenë dikund koha e drekës. E ki ka thonë pastaj, kur vjen që kjo koha e sifirit që është, sëhur, se sëhur është dhe më thonë kohët e herta të mëngjesit, atëherë une dhe të kërkoj falje tek Allahu xhelleshanu. Pse thot Allahu? Wa bil ashari hum yastaghfirun. Dhe në orët e herta të mëngjesit, ato bëjnë çka? Ato bëjnë istighfar. Shiqoni vlezër, mrenda natës qenë ka diçka e cila e ushqen trupin dhe e forcon, dhe nuk mundet me qenë diçka tjetër vetëm se kush, vetëm se falja e namazit. Prandaj Allahu xhelleshanu çka thot? Wa ibadur rahmani alladhina yamshuna ala al-ardi hauna wa idha khatabahum al-jahilun qalu salama walladhina yabituna li rabbihim sujadan wa qiyama. Thot Allahu dhe robët e mi të Rahmanit janë ato të cilët kur ecin tok, ecin me qetësi. E nëse përballohen me ignorantët, i thonë, paqja qoftë mbi ju. Nuk kena punë me ju, na lërhat vëlla. Nuk duhet debatoj me ti. Qalu salama walladhina yabituna li rabbihim sujadan wa qiyama. Kjo fjala yabitun, gjuhën arabe thot kur thot dikush yebit, pushon flen. Thot Allahu ato të cilët pushojnë, qetësohen ku? Duke bo sejdë dhe duke bo qiyam. Prandaj që vlezë ajetet e para Allahu çka thot, na fridzu për gjumë e kështu me radhë, do thot Allahu nëse s'ka dishim vlezë, jo do drejtimet pune, do zanate, do ku ta di une, s'ka dishim, dikush e sprovu me ato, duhet natën me qëndru.
ajo diçka tjetër. Amo kur ka njeri zgjedhje, natën ose e le për pushim, ose një pjesë të saj e merr për ibadet. Prandaj Allahu xhaleshanu çka i tha Muhamedit alayhis salam, ja eyyuhel muzammil, o ti i mbulut, kumil lejla illa qalila, që fale gjithë natën përveç një pjesë. Nisfehu, ose gjysën e natës, o inqus minhu qalila, ose ma pak se gjysa natës, o zid alejhi, ose shto, warattilil Qur'ane tartila, edhe lexoje Kur'anin ashtu mirë, ka dalë pjesë, inna senulqi alejke qawlan thaqila, se ne kemi me të zbrit ti, do fjalë të cilët janë të rënda, kanë pesh, fjalë të Kur'anit, fjalë të Allahut, kjo vlezë fjalë të lehta. Ai shikon domethënë kur lëshon në ilahie, ndjehesh i lumtur, edhe ti, lokarin, rini qet, ilahien, kënaqesh. Lisha Kur'an, Allah thot tu s'ka hajgare këtu ngo. Ato fjalë të rënda janë, fjalë me pesh, edhe vlerën e kanë më të madhe, por edhe tingëllojnë te veshi. Imagjino, nëse dikush është duke flet i lëshon muzikë, ndoshta ja shton hala xhumin atij, kthehet ka ona tjetër. Po edhe me lëshoni ilahie prapë kënaq. Lëshoj Kur'an, s'ka këtu del xhumi. Këtu del xhumi, këtu dridhesh. Prandaj thot Allahu law anzalna hadha al-Qur'ana ala jabalin la ra'aytahu khashi'an mutasaddian min khashyatillah. Sikur këtë Kur'an që kishim zbritur në një kodrës, do ta shifsha të dridhur, të friksuar, e dridhur nga frika e Allahut subhanahu wa ta'ala. Inna sanulqi alayka qawlan thaqila. Shiqo, inna nashi'ata al-layli hiya ashaddu wat'an wa aqwamu qila. Dijese, qëndrimi jot natën duke fal namaz, ajo të bën ti të qëndrosh edhe ditën, ti barballosh vështirësitë e ditës, sprovat e ditës, probleme çka ka dhe të bën ti të jesh një besimtar i qëndrueshëm. Prandaj e kam prit Hasanul Basri, mahalul alladhina yaqumuna al-layl nara fi wujuhihim an-nur. I kanë thon Hasanul Basrit, a bën me na tregove çka është puna e tyre që falin namaz natë, shikojmë ne dritë të fitirat e tyre. Shiqoni si u përgjigj. Li'annahum takhallu birrahmani fi dhulmati al-layli fa albasahum min nurihi. A dini thot pse kanë dritë ata që falin namaz natë? Se ata janë veçu natën me Rahmanin, me Allahun, vetëm ato dhe Allahu ju ka dhënë atyre prej dritës së tij, prandaj i shihni ata se kanë dritë. Prandaj vëllezër, siç çështja e natës, është diç po mendit dikush natën kot e kot, pa dobi nuk bën, ose let lexon Kur'an, ose let falë namaz, se ajo çka është e bën që brenda ditës ai të jetë burr, të jetë stabil dhe ta përballon çdo gjë. Prandaj Ibn Qayyim ka thonë, ato të cilët qëndrojnë natën, qëndrojnë kohën dhe falin namaz, ditën e mahsherit do ta kenë shumë më lehtë se tjerët. Prandaj kanë thonë musliman që kanë qenë më herët, ja ashab al-layli jiddu rubba da'in la yuraddu ma yaqumu al-layla illa man lahu azmun wa jiddu laysa shay'un ka salati al-layli fi al-qabri yu'addu. I kanë thonë një tjetrit, o njerëzit e natës, shtrëngoj tash, se tash ndoshta duat nuk kthehen prapë tek Allahu xhaleshanu. Ma yaqumu al-layla illa man lahu azmun wa jiddu. Nuk mund të qëndron në natën të falë namaz, vetëm ai që është qëndrueshëm, ka vendoshmëri dhe është i bindur. Thot, laysa shay'un ka salati al-layli fi al-qabri yu'addu. Nuk ka diçka që i ndihmon robit Allahu xhaleshanu në natën e varrit, se namazi i natës. Lusim Allahun xhaleshanu ma bën prej atyre që falin namaz natë, që ju ndriçohet ftira edhe vari, edhe qëndrojnë ditën e mahsherit në atë ditë të gjatë dhe të nxehet, duke Allahu i strehuar me mëshirën dhe hijen e tij. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa